Ministri i Punëve të Brendshme Agim Nuhiu ka dorëzuar propozim për shkarkimin e Mitko Shafkov nga detyra drejtori i Biros për Siguri Publike, ndërsa në krye të shtabit si koordinator e ka caktuar Goran Shosabevskin, këshilltar në MPB. Nuhiu ka formuar një grup pune i cili duhet të vërtetojë lëshimet dhe tejkalimin e ingerencave si dhe moskryerjen e detyrës. Igor Durlovski, drejtori i Operës dhe Baletit të Maqedonisë dhe njëri nga udhëheqësit e për Maqedoni të Përbashkët, në profilin e tij në Facebook publikoi se nuk do të jetë më një nga organizatorët. Durlovskin mund ta shohim në video regjistrimet dhe fotot e bëra në Kuvend më 27 prill, ku dhënuesit i rahen deputetët e shumicës parlamentare dhe gazetarët. Enver Hoxha, kryetari i diplomacisë kosovare, sot në Bruksel, në Parlamentin Evropian, tha se problemet në Maqedoni nuk janë rezultat i ndikimeve nga Kosova ose Shqipëria. Shoqëria në Maqedoni tashmë disa vite më radh është e polarizuar. Problemet mes dy partive më të mëdha në Maqedoni nuk janë rezultati i ndërhyrjeve nga Kosova apo nga Shqipëria.